Pavarësisht thirrjeve të shumta për shmangjen e fragmentarizmit politik të shqiptarëve në Maqedoni, së fundmi janë përhapur disa lajme për krijimin e një partie ose lëvizje të re shqiptare në Maqedoni. Dhe me sa duket ditëve në vijim, themeluesit e kësaj partie lëvizje, edhe pse për momentin mbeten anonim, së shpejti do dalin para opinionit. Analisti dhe profesori universitar Mersel Bilali, ekskluzivisht për TV Globi, njofton se ai ka një uri dhe se një subjekt i ri politik shqiptar po vjen në Maqedoni për të përfaqësuar interesat e shqiptarëve. Unë mendoj se duhet definitivisht përkrahët një lëvizje e re, një strukturë e re politike dhe se kam informata praktikisht dhe persona cilët me të vërtet janë shumë përgjeshëm dhe nuk e kam prirje ta trajtojmë politikën segmentin e interesave të ngushta është më pak paras dhe pra shpresoj që popullata ta akcepton sa më shpejt. Nuk dihet ende se kush është themeluesi i kësaj partie. Profesori universitar Mersel Bilali i shmanget përgjigjes së drejtë për drejtë për publikim të emrave, por thotë se janë relativisht njerëz të rinj dhe me përvojë, dhe për këtë shumë shpejt do të binden të gjithë shqiptarët e Maqedonisë dhe më gjerë, përfundon Bilali. Sa kam informata, unë pra është një erat relativisht e re, pra nuk thëm shumë e re, por relativisht e re, po jo edhe pa përvoj, dhe dëshmuar pra në segmentet edhe humanitare dhe arsimor dhe shkencor, dhe dëshmuar se nuk janë të prirë, pra ta trajtoj gjithë problemin nga segmenti i vetë personal dhe privat. Unë shpresoj se ato do të demonstrojnë një atë që kanë nevojë popullata shqiptare në Maqedoni. Një deklaratë e ngjashme për formimin e një partie të re të shqiptarëve doli edhe në muajin maj të vitit 2012, por ajo nuk u realizua. Muajin e kaluar mediat greke njoftuan se partia e kryeministit turk Recep Tayyip Erdogan se shpejti do të formojë një dek edhe në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni, por deri tani këto mbetën vetëm spekulime. Madje në media shqiptare në Maqedoni thuhet se kjo lëvizje parti do të mbajë emrin Vetëvendosje Shqiptare në Maqedoni, por që nuk ka lidhje as me Turqinë dhe Erdoganin, e as me vetëvendosjen Albin Kurti të Kosovës. Sipas mediave, pastaj kjo lëvizje partie e re pritet që veprimtarinë e saj politike ta fillojë në Maqedoni, më së voni deri në fund të këtij muaji.